Deputeti Arkës Haki Abazi ka reaguar me tone tash prandaj situatës aktuale ekonomike në vend, duke kritikuar rritjen e çmimeve dhe vendimet e institucioneve përgjegjëse. Ai ka theksuar se produktet e bazë të konsumit, përfshirë suxhukun, kanë pësuar rritje të theksuar të çmimit, duke u barazuar këtë me rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Suxhuku është rrituar për 16.1%, ajsa është rritë edhe rryma. Zërae, baras me qeveri, baras me dështim, ka shkruar Abazin në një postim në rrjetet sociale. Ai e ka konsideruar këtë situatë si pjesë të një cirku të drejtuar nga pushteti aktual, duke paralajmëruar se qytetarët ende nuk kanë parë atë që as nuk e imagjinojnë dot. Sipas Abazit, zyra e rregullatorit për energjinë nuk është më një institucion i pavarur, por është bërë pjesë e një skeme të mirë organizuar nga qeveria për të goditur qytetarët përmes rritjes së kostove të jetesës. Ai ka akuzuar qeverinë për dështim të plot në menaxhimin e krizës ekonomike dhe për mosmbrojtje të interesave të qytetarëve. Cirku dhe Palaço ende nuk keni parë asgjë, ka shkruar ai, duke e përmbyllur reagimin e tij me një paralajmërim për pasoja më të mëdha nëse nuk merren masa urgjente. Ky reagim vjen në një kohë kur qytetarët po përballen me çmime të larta dhe një nivel të papërballueshëm të inflacionit, ndërsa institucionet vazhdojnë të përballen me kritika për mungesë transparence dhe vendimarrje jo të koordinuar.